Ndërkohë që paralelisht me paketën e maleve që prezentoi prej tij, ka nisur edhe zoti Berisha, të cilin do ta ndjekim në këtë moment, është konferenca e tij e përditshme, ndjekim. Zyrtare që faktonin ndërhyrjet brutale të qeverisë shqiptare pranë institucioneve të vëzhgimit dhe direkt vëzhguesve ndërkombëtar për të ndryshuar termat e përdorura në raportin e tyre kundër përzgjedhjeve e 11 majit, janë bërë përpjekje të cilat me kënaqësi të madhe u them shqiptarëve se patën zero efekt. Është në meritën më të madhe të institucioneve që vëzhguan zgjedhjet, që i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Zgjedhjet i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Raporti përfundimtar mbështet plotësisht tezat e raportit paraprak se në zgjedhjet e 11 majit u shkelën parime themelore të zgjedhjeve ndërkombëtare për zgjedhjet të mishrura në Kartën e Kopenhagenit, në platformën e Këshillit të Europës për zgjedhje, në Kodin e Venecias, në dokumentat më serioze ndërkombëtare për zgjedhjet. Ato faktojnë se kodi zgjedhor në nenet e tij për përcaktim në rregullave të fushatave elektorale u thye 4500 herë me evente të ndaluara gjatë fushatës para dhe gjatë fushatës elektorale. 4500 ngjarje që po t'i llogarisish përbëjnë një shumë prej 10 dhe 100 milion eurosh, të përdorura këto ngjarje vetëm për ndikur votën e qytetarëve shqiptar, gjerë ditën e fundit 7 milion euro për organizatën e private të Giro d'Italia. Edi Rama paturpsisht ju drejtoi pyetjen duke menduar se do t'i tremte. Ku i keni faktet për ato që keni shkruar? Igliasani e keni parasysh letrën e tij kërcënuese që e mohoni. Po në raportin që unë shpresoj të mos jetë fake, tjetë real, që është vendosur në internet, rezulton se s'është hequr asnjë presje. Asnjë presje.
Aty faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punojësit e administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Aty faktohet se janë përdorur bonuse për votën, dhurat për votën 100 euro, pensionistët. Faktohet se janë përdorur falja gjobave 200 milion për votë. Faktohet se janë dhanë 138 licenca për 28.000 hektar tokë mjell kanabis. Çfarë ndodhi atje? Normal. Pra, faktohet se u dhanë 500 milion euro prokurime në kundërshtim me ligjin për të ble vota. Faktohet përdorimi i punësimit përkohshëm në mira raste për të ble vota. Faktohet terrori mbi punojësit e administratës për të votuar. Faktohen pra gjitha mënyrat për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve për votë. Në raport lexoni një frazë, lexojeni. Po të mos bënin këto, thotë, këto zgjedhje do ishin më afër zgjedhjeve të lira. Pra janë në Siberi krahasuar me distancën tani. S'janë kërkum. S'janë kërkum. Janë zgjedhje fars. Faktohen. Angazhimi në një sëri qytetësh të karteleve të drogës dhe bandave për të rëmbyer votën. Faktohet qëndrimi antiligjor në raport me ankesat. Angazhimi të gjitha resurseve të administratës një lloj si në parti shtet. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Vetëm ky moment është i mjaftueshëm ky element për të gjithë ata që kanë kulturën minimale elektorale, për të kuptuar që zgjedhjet ishin një farsë. Në kushtet e partisë shtet, kur nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç se farsë. Nuk ka. Faktohet, pra, se Edi Rama, se Shqipëria është një diktaturë autoritare, që kontrollon votën e shqiptarëve. Si të shifni, shqiptarët bazuar në këtë raport kanë detyrimin madhor të ngrihen për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju konstatoni që parlamenti dal nga zgjedhjet e 11 majit është parlamenti më armiqësor ndaj shqiptarëve në historinë 32 vjeçare. Është parlamenti që miratoi qeverinë dhe programin e saj për 28 minuta. Është parlamenti që shkelmon ligje dhe kushtetut për të mbyllë sesionin seancat pa diskutime.
është parlamenti në cilin refuzohen interpelancat nga kryeministri, në cilin refuzohen komisionet hetimore për kryeministrin. Është parlamenti që po firmos fundin e tij të turpshëm. Faktikisht vdekjen e tij. Riktheuni pak në komisionet parlamentare se si drejtuesit e socialistë të këtyre komisioneve qëndronin para Troplinit, para Altin Troplinit dhe të tjerëve, më falni për shprehjen, po sikur të ishin mbushur plot nga frika. Merrni shihni prap se si për çdo fjalë kërkonin të përgjigjeshin vetë, mos i dinin ata se s'dinin përgjigjeshin. Jo, shihni sekuenzat se flasin vetë ato, s'ka nevojë. Absolutisht. E them me dhimbje të madhe. E them me dhimbje të madhe. Ja po kështu, ja po ashtu, ja po e patë që nuk duhen të lejojnë të pyetën. Shikoni çfarë, po sigurisht, sepse nga Peleshi e poshtë të gjithë kanë dosjet. Dhe parlamentin urdhon Troplini. Tani thonë, jo, deputet nuk do të bëjnë pyetje. Vetë. Po t'i bëjnë me shkrim, që në çdo parlament të botës deputeti ngrihet thotë zotëri unë kam këtë pyetje. Dhe është i detyruar të jetë korrekt me personin që e pyet. Dhe nëse s'është korrekt, paguon çmimin e saj. Ta thonë jo. Pse? Se ja u dikton Troplini. Ja u diktojnë ata. S'kisha pa ndonjëherë skenat atilla kur. Aja është për film, për Netflix, original. Pra, unë përshëndes dhe shpreh mirënjohje ndaj vëzhguesve. Unë mirë kuptoj. Vështirësitë e tyre për publikimin, ndaj dhe u vonuan raport, se u bën përpjekje të mëdha për ta çuar në kalenda. Po jo, triumfoi e vërteta, arsyeja. Edi Rama donte me çdo kusht i raportit mos botohej. Por ja ku është raporti? E keni në web. Lexojini me durim. Ka çdo fjalë dhe çdo presje që kishte raporti i parë. Çdo presje. Çka është një bazë e fuqishme. Shpresë që shqiptarët të ecin drejt zgjedhjeve të lira. Le të bëjnë ç'të duan. Asgjë s'do ndal përpjekjen tonë